Përshëndetje të nderuar ndjekës të kanalit Monitor TV. Marrëdhënia mes Gjestit edhe Eglit ka ngritur shumë vëmendje të madhe tek publiku shqiptar, të cilët në fakt po komentojnë pafund këtë marrëdhënie dhe po japin hamendësime të ndryshme. Natën e mirë është një fjalë që po komentohet nga të gjithë ndjekësit të cilët kanë qenë prezent të mërkurën në Portokalli, ku Gjesti ka qenë i ftuar special. Së bashku në skenë me Visianu Kcenaj, i provokuar pak nga Visiani për marrëdhënien e tij me Xheneta Fetaun, Gjesti e ka injoruar plotësisht, por sipas informacioneve të njerëzve të cilët kanë qenë prezent në këtë festë të madhe të organizuar në Portokalli, ku i ftuar special ka qenë Gjesti menjëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, me fjalën natën e mirë thuhet që e ka injoruar edhe Egli Takon. Natën e mbrëmshme nga menaxherët e klubit të S-Club në Tiranë u tha që Egli do të jetë prezente në këtë festë, por siç duket Egli nuk ishte dhe ndoshta dhe me të drejtë që nuk ishte, sepse festa ishte veçanërisht për Gjestin. Tani, shumica e ndjekësve thonë që Gjesti e ka injoruar Eglin. Unë në fakt nuk e marr të këtill, nuk e besoj të këtill. Unë mendoj që Gjesti në shumicën e rasteve ka përdorur fjalën natën e mirë. Por ishte fjala e përdorur edhe kur Gjesti u nda me Xhenetën. Në të njëjtën kohë kur Gjesti hyri në studion e Big Brother VIP Kosovës, po të bëjmë një analizë, Gjesti tha natën e mirë me Xhenetën ka përfunduar çdo gjë. Ndërsa me Eglin, Gjesti në për të gjitha deklaratat në Top Channel, i pyetur edhe nga Ronaldo Sharka, tha që unë kam dashuri. Tani, shumica e shonë për komente shkruajnë që Egli nuk ka patur kur ndjenja për Gjestin, ajo ka patur në pyetje vetëm interesin e marrëdhënies. Ne nuk kemi një konfirmim nga Egli dhe nga Gjesti që nuk janë bashkë. Në ditët e para ato kanë qenë deri diku të takuar mes njëri tjetrit. Egli ka qenë një herë tek Hotel Maku ku Gjesti ka pas vepruar, pastaj domethënë filluan me të gjitha angazhimet. Egli çuditërisht në Instagramin e saj nuk poston asnjë gjë, qoftë edhe posterin që do të jetë ftuar në Portokalli. Tani kjo ose është në një metodë e Eglit vetëm për të qëndruar në heshtje, do ta them edhe një herë, dhe për të vazhduar publiku të jetë kureshtar për të, ose domethënë është një marrëdhënie që janë në pikpyetje në situatat e tyre. Tani, fjalën natën e mirë, unë mendoj që Gjesti nuk do t'jepte lajmin ekskluziv dhe nuk do t'jepte informacion për raportin e tyre në skenën e Portokallis. Lajmin ekskluziv ne do t'arrim ta kuptojmë në post Big Brother nëse ato janë bashkë apo jo. U komentua shumë brëm që nuk ishte Egli. Në anën tjetër, motra e Gjestit ka pranuar në Instagram një tak që është bërë Blerinës, Eglit edhe Gjestit, ku do me thënë janë bërë tak që të tre dhe motra e ka pranuar. Unë mendoj që Gjesti dhe Egli do të kenë kohën jashtë për t'u njohur, nuk ka një reagim të tyre dhe fjala që është përdorur natën e mirë, që është quajtur nga ndjekësit që kanë qenë prezent të mërkurën në Portokalli, që ne do ta shohim të dielën në fakt se çfarë konkretisht është thënë, që është thënë nga Gjesti për Egli natën e mirë. Unë mendoj që Gjesti nuk ka dashur të jep informacione dhe normalisht Gjesti ka dhe këtë natyrën e humorit që shpesh herë brenda shtëpisë janë keq kuptuar edhe qëndrimet e tij ndaj Eglit. Do t'ishte e rëndë apo do t'ishte jo e bukur që kjo marrëdhënie të përfundonte. Unë mendoj që të dy kanë kontribuar në marrëdhënien e njëri tjetrit, që të dy kanë rritur njëri tjetrin brenda në lojë, por zakonisht shiftet kur dalin jashtë shtëpisë së Big Brotherit ndryshojnë. Ka patur një takim me Eglit, Gjestit, motra e Eglit ka qenë shumë e lumtur, do me thënë prindërit e Eglit kanë qenë shumë të lumtur. Unë jam shumë i bindur, për këtë gjë jam shumë i bindur që Egli dhe Gjesti janë bashkë edhe me kastile e bëjnë këtë gjën, për ta mbajtur non stop publikun aktiv dhe mund të jenë në një bashk lojë, le të themi me produksionin të Top Channel për të mbajtur sa më shumë aktiv publikun. Është thënë që Egli dhe Gjesti do të kenë një këngë së bashku, po mos reagimi në për story e bie këtë gjën. Tani, Gjesti ka nxjerrë në për story vetëm momentet e mbrëmjes ku Gjesti ishte, natën e mbrëmshme, ka postuar nga Xhani Demika, menaxheri i kësaj mbrëmje, por në ditët në vazhdim do të kuptojmë për marrëdhënien e tyre. Unë jam shumë i bindur që menjëherë pas
post Big Brother, Gjesti dhe Egli do nxjerrin ndonjë foto, se edhe në qoftë se janë të ndarë, ato të dy do të flasin për lojën sepse loja i ka bashkuar Eglin edhe Gjestin. Ky është thjesht mendimi im dhe ne nuk duhet të bazohemi tek fjala natën e mirë. A në qoftë se ka mbaruar çdo gjë, atëherë të dy le të kenë jetën e lumtur dhe le të kenë suksesin, ne do ndjekim sukseset e tyre. Por veprimet apo këto lëvizjet në Instagram të Eglit janë lëvizje disi të çuditshme.